Kandidimi për këtë post është një obligim i lartë moral, para se gjithashtu ndaj qytetarëve të komunës Tetovës, të cilët kanë përvojtur nga shërbime publike të cilësisë së ulët, nga qeverisja e kaluar e komunës së Tetovës, që shpresojmë se nuk do të përsëritet. Arsyeja e dytë është që të rikthehet shpresa, veçanërisht te gjenerata e re, për një jetë më të mirë, urbane, për një qytetari aktive, për një kulturë qytetare dhe për shërbime publike më të sakta dhe më të mira dhe më të mirëseardhura për qytetarët e komunës Tetovës, të cilët dorën zemër kanë munguar në qeverisinë e kaluar. Po postet politike apo postet publike nuk janë poste personale, janë tyra që do ta ushtroj si kryetari i komunës së Tetovës, do të jetë një detyrë e rëndësishme para se gjithash për gjithë qytetarët e komunës Tetovës, pasi që benefitet nga kjo detyrë do t'i gëzojnë gjithë qytetarët, pa dallim. Plani është i detajuar, operacional dhe i saktë. Pikë së pari, rikthimi i shpresës për një jetë më të mirë, për një jetë më të mirë urbane, për një faktikisht qytetari më aktive dhe për shërbime publike më eficiente. Qytetarët e Tetovës kanë ballafaquar detyrimet larta fiskale për kundërvlerë të ulët të shërbimeve publike nga qeveria e kaluar komunale, gjë që nuk do të përsëritet, dhe do të bëjmë harmonizime të tilla buxhetare në mënyrë që edhe detyrimet fiskale të qytetarëve të komunës Tetovës të jenë të ulta dhe për ato detyrime të cilët do t'i paguajnë do të gëzojnë benefite më të larta. Pra duhet të konsiderohet edhe harmonizimi i mirëqenies së qytetarëve të komunës Tetovës me mundësitë dhe kapacitetet buxhetare që komuna e Tetovës mund të ofrojë në emër të shërbimeve publike qytetarëve.